Para se të zhvillohej shkenca e hapësirës, disa njerëz e konsideronin Biblën si mitologji. Megjithatë, sot, shkenca vërteton se Bibla është e vërtetë. 3500 vjet më parë, koncepti I universit në epokën e bronzit ishte larg nga e vërteta. Indianët e lashtë besonin se kafshët e shenjta mbështesnin tokën. Sumerët e lashtë mendonin se hapësira ishte e sheshtë. Njerëzit as që mund ta imagjinonin tokën të pezulluar në hapësirë. Megjithatë, në librin e Jobit, shkruar 3500 vjet më parë në epokën e bronzit, njohuritë e astronomisë moderne ishin regjistruar tashmë. Ai e mban tokën pezull mbi hiqin. Bibla e përshkruan tokën sikur të kishte bërë një fotografi nga një satelit. Libri I Jobit u shkrua 3500 vjet më parë në epokën e bronzit. Çuditërisht, njohuritë e astronomisë moderne u regjistruan në librin e Jobit, shkruar në epokën e bronzit. Në këtë epokë moderne, është një fakt I njohur që toka lundron në hapësirë. Por a ishte gjithashtu një fakt I njohur në epokën e bronzit? Në 1687, Isaac Newtoni zbuloi ligjin e gravitetit universal dhe vërtetoi se toka lundron në hapësirë. Deri atëherë, njerëzit nuk besonin se toka ishte e pezulluar mbi asgjë, fjalë të regjistruara tashmë në Bibël. Megjithatë, ndërsa shkenca u zhvillua, ajo vërtetoi se të dhënat e Biblës ishin të vërteta. 3000 vjet më parë, Bibla regjistroi gjithashtu rrotullimin e diellit. Ai është si një dhëndër që del nga dhoma e tij e martesës, ngazëllon si një trim që përshkon rrugën e tij. Ai del nga një skaj I qiejve dhe rrotullimi I tij arrin deri në skajin tjetër. Megjithatë, deri në shekullin e 20, njerëzimi zbuloi se dielli rrotullohet rreth qendrës së një galaktike. Bertil Lindblad vërtetoi se dielli rrotullohet me një shpejtësi prej rreth 250 km/sekond. Është vërtetuar se të dhënat biblike për rrotullimin e diellit janë të sakta. 3500 vjet më parë, Bibla përshkroi saktë brendësinë e tokës. Sa për tokën, prej asaj del buka, por nga poshtë është e trazuar nga zjarri. Është një kuptim themelor I shkencës së tokës që ka shtresa të magmës së lëngshme të djegur nën tokën ku qëndrojnë. Megjithatë, para shekullit të 19, njerëzit I konsideronin fjalët e Perëndisë se ka zjarr në tokën si të pakuptimta. Kjo është për shkak se struktura e brendshme e tokës nuk u zbulua deri në shekullin e 20. Nëpërmjet zhvillimit të shkencës, vërtetohet se Bibla është e vërtetë. 3500 vjet më parë, askush nuk dinte për ciklin e ujit. Megjithatë, në Biblën e shkruar 3500 vjet më parë, cikli I ujit ishte regjistruar. Ai tërheq atje lart pikat e ujit në formë avulli, I cili dëndësohet pastaj në shi. Qeret zbrazin dhe lëshojnë mbi njeriu në sasi të madhe. Ekzistojnë 3 faza të ciklit të ujit: avullimi, kondensimi dhe rreshja. Miliona ton ujë avullohen nga lumenjtë dhe oqeanet për shkak të energjisë diellore. Kur këto avuj kondensohen, ato shndërrohen në re. Dhe kur avujt në re përplasen me njëri tjetrin dhe bëhen pika uji, bie shi.
Cikli i ujit ishte i panjohur deri në shekujt e 16 dhe 17, kur Pierre Perault dhe Edmund Marriott e zbuluan atë përmes eksperimenteve. Është vërtetuar gjithashtu përmes shkencës se Bibla është e vërtetë. Disa nga shkencëtarët më të mëdhenj në histori ishin absolutisht të bindur se Perëndia ekziston dhe se Bibla është e vërtetë. Perëndia, i cili është i mirë, krijoi rendin e gjithësisë për ne. Sistemi më i bukur i diellit, planetëve dhe kometave mund të rrjedhë vetëm nga këshilla dhe sundimi i një qenie inteligjente dhe të fuqishme, dhe për shkak të sundimit të tij ai do të quhet Perëndia i plotfuqishëm. Zbulimet shkencore zbulojnë një univers që i përshtatet pikpamjeve fetare. Prandaj, Bibla është e vërtetë. Ai përmban të dhënat të fakteve shkencore që i paraprin zbulimit të tyre në epokën moderne. I plotfuqishmi e ka treguar mjaftueshëm madhështinë e tij si në shkrime ashtu edhe në shkencë. Problemi nuk është një mangësi nga ana e Perëndisë, por një errësirë nga ana jonë. Ne duhet t'i besojmë Biblës, sepse ajo është i vetmi libër që mund të na çojë në shpëtim.